Këngëtarja shqiptare po hyn në një fazë të re të historisë së saj me një ndryshim të rëndësishëm në drejtimin teknik, pas një periudhe që solli një nga sukseset më të mëdha të viteve të fundit, kualifikimin historik në Euro 2024 dhe play-offin e Kupës së Botës, braziliani Silvinho i ka lënë vendin italianit Rolando Maran. Ky ndryshim nuk përfaqëson thjesht një rotacion astoj, por një kalim mes dy filozofive të ndryshme futbolli, dhe një stil modern ofensiv dhe i bazuar në mbajtjen e topit në drejtimin e Silvinhos. Shqipëria pritet të bëhet një skuadër më pragmatiste, tipike e futbollit italian me një trajner si Maran, që të gjithë karrierën e tij e ka bazuar në Itali. Silvinho mbërriti në drejtimin e kombëtarëve shqiptare në vitin 2023 fillimisht me shumë pikpyetje, por shumë shpejt u shndrua në një nga projektet më të suksesshme të dekadave të fundit për kuqezinjt. Si ish lojtar me një karrierë elitare te klube si Arsenal, Barcelona dhe Manchester City, ku fitoi dhe Champions League, ai solli në pankinë një filozofi të ndikuar qartë në emra si Pep Guardiola dhe Roberto Mancini, gjë të cilën e ka pranuar shpeshherë dhe vetë në intervista të ndryshme. Gjatë drejtimit të tij, Shqipëria u transformua në një skuadër më moderne dhe më e organizuar në lojën me top. Posedimi u bë më i strukturuar, presingu më agresiv, ndërtimi i aksioneve nisi nga mbrojtja dhe u rrit ndjeshëm besimi të lojtarët. Ky evolucion u kurorëzua me kualifikimin historik në Euro 2024, duke e kthyer Shqipërinë në një skuadër që nuk konsiderohej më vetëm e vështirë për të mundur, por një ekip që mund të konkuronte realisht në nivel evropian. Në total, Silvinho ka regjistruar 89 ndeshje në karrierën e tij si trajner, me 35 fitore, 25 barazime dhe 29 humbje, duke arritur një mesatare prej 1.46 pikësh për ndeshje. Në drejtimin e Shqipërisë, kjo shifër është më e lartë, rreth 1.53 pikë për ndeshje, që tregon qartë rritjen e performancës së skuadrës gjatë periudhës së tij. Megjithatë, mungesa e kualifikimit në botror dhe disa luhatje në ndeshjet vendimtare e shënuan dhe fundin e këtij cikli me palët që morën drejtime të ndryshme. Në anën tjetër, Rolando Maran vjen si një figurë krejtësisht e ndryshme në filozofi dhe qasje, i arritur në shkollën italiane të futbollit dhe me një karrierë të gjatë në Serie A dhe në Serie B, ku ka trajtuar klube si Chievo, Cagliari, Genoa, Brescia dhe Catania. Ai njihet si trajner i disiplinës dhe organizimit taktik më shumë se sa i spektaklit. Maran nuk identifikohet me futbollin e hapur të ofensiv në kuptimin modern, por në Itali e cilësojnë si mjeshtër të taktikës dhe natyrisht si trajner italian, mbrojtja do të ketë prioritet. Formacioni i tij preferuar 4-3-1-2 është një skemë klasike italiane që kërkon sigurinë në mbrojtje dhe sakrificë në mesfush, teksa sulmi shpeshherë lë për të dëshiruar dhe kjo shihet në statistikat që skuadrat e tij kanë pasur në përgjithësi. Në karrierën e tij, Maran ka drejtuar mbi 742 ndeshje me 245 fitore, 215 barazime dhe 282 humbje, duke regjistruar një mesatare prej 1.28 pikësh për ndeshje. Këto shifra reflektojnë një trajner me eksperiencë, por me rezultate jo në favorin e tij, u bie në sy fakti se gjatë karrierës ka përjetuar më shumë humbje se sa fitore. Ndryshe nga trajnerët e tjerë italianë që fokusohen te mbrojtja dhe nuk pësojnë, skuadrat e Maranit në 742 ndeshje kanë shënuar 865 gola dhe kanë pësuar më shumë se sa kanë shënuar. Në total, 945 gola janë shënuar kundër skuadrave të trajtuara nga Maran, me një mesatare prej më shumë se një goli për ndeshje. Në Shqipëri, pritshmëritë ndaj tij janë të qarta dhe pritet stabilizim dhe konsolidim i shpejtë, dhe ndoshta Liga e Kombeve do ta ndihmojë për të pasur mundësi që të synojë më pas kualifikimin për në Europian.